Gentiana Nano u dërguar në urgjencën e spitalit të Korçës 2 ditë më parë pasi kishte shfaqur probleme në frymëmarrje, ndërsa është trajtuar në shërbimin e urgjencës dhe është dërguar më pas në shtëpi. Ditën e diel përsëri nuk është ndjer mirë dhe familjarët kanë njoftuar ambulancën dhe mjeku i ka bërë injeksione pasi viktima kishte raje të rritura të zemrës dhe tension të ulët. Mëngjesin e ditës së diel mësohet se 48 vjeçaria sërish nuk është ndjer mirë dhe ka qenë djali dhe babai i saj që e kanë gjetur të pajetë në dhomë. Djali Eriolt Nano ka hedhur akuza ndaj mjekëve të spitalit të Korçës, duke thënë se këta të fundit nuk kanë treguar kujdesin e nevojshëm për nënën e tij. Po mami theshë nuk jam mirë, jam e lodhur. Pra, domethënë para se të ikim nga spitali thesh ashtu, por doktorat nuk na thanë, domethënë pse nuk domethënë ta ndiqë ndonjë mik më shumë sa ç'dohesh. Si mund të lësh një njeri ti nga spitali kur ai të thotë akoma nuk jam mirë dhe nuk ndjej mirë, kam rajtësi. Po. Pastaj vajtë në shtëpi, ditën tjetër, prapë sa nuk kam mirë, ndjem si e lodhur, e morëm prapë ambulancën në telefon. Erdhi ambulanca, ja matën të indicionit ato dhe na tha që e ka tension, domethënë arajt e zemrës, e ka shumë të lartë. Domethënë jo shumë të lartë, e ka të lartë, nuk na tha domethënë shumë të lartë. Edhe i bën 3 gjypera. Edhe pastaj ajo theshë gjatë ditës që prapë nuk jam mirë, nuk ndjej mirë, jam si e lodhur, më vjen si kuputi, domethënë theshë që kam si rajet e zemrës, kam si të shpejta. Dhe nuk na thanë ndonjë gjë mik që duhej të bëhen. Sot në mëngjes ajo u ngrit, mori për thëmren, çfarë mori? Dhe deshë të ande bukë. Edhe ishe gallon me saj, më tha gjyshëm i nënë, se vajtin të flisni. E më erdhë më thirrë, më thanë, hajde foli një Gjermani që nuk po na përgjigjet. Në tokë u ngrita, vajta në dhomën e saj, e pash që ishe e shtrirë. Aty e kuptova që nuk ndryshoi. Aty e kuptova që nuk ishte. Policia e Korçës po merr deklarimet e familjarëve për rastin, ndërsa pritet që të merren në pyetje dhe stafi mjekësor që ka qenë në shërbim për gjatë këtyre 2 ditëve. Nga ana tjetër, trupi 48 vjeçares do t'i nështrohet autopsisë për të përcaktuar shkakun e vdekjes.